pajson zëvendësministria, se do thot zhvillosh energjinë pra duke mbrojt mjedisin. Energjitë e rinovueshme bëjmë pikërisht atë që të zhvillohet ekonomia, por pa cënuar mjedisin, pa e prekur atë, përkundrazi edhe duke rregulluar ekosistemin në tërësi. Kështu që, prandaj përshëndes dhe një herë këtë forum, i cili do i shërbej nevojës që ka në institucionet kërkimore, Akademia e Shkenca për të koordinuar mendimin shkencor, për të koordinuar oponencën shkencore dhe për të qenë pastaj një faktor bashkëpunues me ekzekutivin për të realizuar këto ambicie që ka Shqipëria dhe Kosova në zhvillimin energjetik. Kështu që ju uroj suksese, punime të mbara dhe vazhdimsinë e njësisë dhe të grupit të punës së përbashkët për të përballuar këto sfida. Faleminderit. Faleminderit. Tani ftoj akademik Petar Podullicë nga Akademia e Shkencave të Arteve e Kosovës. Faleminderit. I nderuar kryetari i Akademisë Shkencave të Shqipërisë, akademik Skënder Gjinushi, e nderuara zonja Vilma Bello, zëvendësministre e turizmit dhe mjedisit të Qeverisë së Republikës së Shqipërisë, i nderuar akademik Malollari, udhëheqësi i njësisë energjive të rinovueshme në kuadër të Akademisë Shkencave të Shqipërisë, të nderuar akademik nga Shqipëria dhe Kosova, të nderuar profesor, ekspert të energjisë, të nderuar student, kam kënaqësinë që ti përshëndes punimet e këtij forumi të rëndësishëm për energjitë e rinovueshme në emër të kryesisë së Akademisë Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Një organizim i tillë ka domethënie të veçantë sepse i trajton shumë aspekte të energjive të rinovueshme në Shqipëri dhe Kosovë. Rëndësia e këtyre energjive po vjen duke ushtuar në mbar planetin, pasi që kemi ardhur në kohën ku njerëzimi ballafaqohet si asnjëherë më parë me efektet e ndryshimeve klimatike që janë rezultati i ngrohjes globale për shkak të rritjes enorme të përqendrimit të dioksidit karbonit, ashtu si e tha dhe akademik Nekifrashi, si dhe të gazave tjerë që shkaktojnë efektin serë në atmosferë, kjo si pasojë e përdorimit të burimeve të energjisë me përjardhje fosile. Deri para disa vitesh ka qenë fakt i pamohshëm dominimi në skenën botërore i shteteve të cilat kanë patur burime të mëdha të energjisë me përjardhje fosile, sidomos të bazuar në naftë dhe në gazin natyror. Kjo është vërejtur sidomos në rastin e luftës në Ukrainë që shkaktoi agresionin rus në shkurt vitit 2022 dhe varësia në shkallë zgjerrë shteteve evropiane prej gazit rus, që i kanë vënë në pah dobësitë e sistemit sigurisë energjetike të vendeve të Bashkimit Evropian dhe të vendeve tjera në kontinent dhe mëzirë. Prandaj në të ardhmen shtetet që kanë bërë një tranzicion efikas të energjisë favor të energjive të rinovueshme, ashtu si e tha dhe kryetari Gjinushi, do të sigurojnë pavarësi energjetike, që është kriter kyç për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe njëherë do të fitojnë edhe peshë në skenën ndërkombëtare. Shqipëria aktualisht paraqet një model prodhimi të energjisë elektrike duke u bazuar në burimet e rinovueshme të energjisë, sado që ky prodhim nuk i plotëson nevojat pasi që është i bazuar në radhë të parë në energjinë e prodhuar për ujit. Sigurisht se në kuadër të forumit do të theksohet dhe insistohet që nëse bëhen investimet nevojshme dhe nëse rritet shfrytëzimi i teknologjive bashkëkohore, vendi do të jetë në gjendje të prodhojë energji të mjaftueshme nga këto burime e ndoshta edhe do ta eksportojë atë. Ndërsa Kosova ka shumë për të bërë, për të qenë në gjendje që të bëjë një tranzicion domethënës energjetik, pasi që në radhë të parë ne bazohemi kryesisht në prodhimin e energjisë elektrike në këto burimet fosile të energjisë gjithsesi në thëngjell. Dhe duke ditur se këto ditë po zhvillon punimet konferenca e Kombeve të Bashkuara për ndryshime klimatike, që ka filluar punimet prej 30 nëntor të vitit 2023 në Dubai të shteteve të Emirateve Bashkuara Arabe, atëherë ku Kosova e ka përsëritur zotimin se sa më parë dëshiron që të heqë dorë prej përdorim burimeve me përjardhje fosile, atëherë konform urgjencës që imponon një situatë e tillë,
është e nevojshme që edhe Kosova të bëjë sa më parë diversifikimin e resurseve për prodhimin e energjisë elektrike. Ashtu si e tha edhe kryetari Xhinushi, njerëz bashku me Shqipërinë duhet të bashkëndojmë hapat tonë në shfrytëzimin sa më efikas burimeve të energjisë, duke shfrytzuar rrjetin e shpërndarjes që ekziston midis dy vendeve, pastaj duke bërë investimet përbashkëta strategjike në këtë sektor, qoftë në zgjerim kapacitetit prodhimit të energjisë si dhe në ruajtjen ose akumulimin e saj. Bashkëpunimi i gjithanshëm dhe bashkërendimi i përpjekjeve në nivel dy shteteve për ngritjen e kapacitetit energjetike bazuar në burime të rinovueshme është një ndër hapat më të rëndësishëm për prosperitetit tonë nivel kombëtar, apo si e tha edhe kryetari Xhinushi, të një integrimi të themi të sistemit energjetik bazuar në burimet e rinovueshme të energjisë. Kjo ka qenë edhe ideja fillestare e projektit bashkëpunimit me titull Platformë për zhvillim të qëndrueshëm të sektorit energjetik Shqipëri-Kosovë, që kanë filluar dy akademik tona prej vitit kaluar dhe shpresojmë që deri në fund vitit të ardhshëm do të dalim me një dokument që do të japë ndihmës në një trajtim adekuat të këtyre problemeve kaq të rëndësishme. Një zhvillim i qëndrueshëm i sektorit energjetik Kosovë-Shqipëri, i bazuar në energji të rinovueshme, do të jetë pastaj në gjendje të ndikojë pozitivisht edhe në sektor tjerë ku përdoret energjia elektrike, si për shembull në radhë parë në degë të ndryshme të industrisë, me që rast do të ndihmohet edhe në rritjen e dekarbonizimit, gjithsesi heqjes dorë për prodhimit të energjisë elektrike me prejardhe fosile që e përdorin ato. Po ashtu, elektrifikimi i rrjetit transportit dhe përdorimi i veturave elektrike si dhe përdorimi i energjisë elektrike prodhuar nga energjitë e rinovueshme edhe në sistemet e ngrohjes dhe të ftohjes do të kontribuojnë edhe në zvogëlimin e ndotjes mjedis, sepse aktualisht sipas Agjencionit Ndërkombëtar për Energji, këta dy sektor, pra transporti, ngrohja dhe ftohja, ndikojnë mbi 55% në ndotjen me dioksid karboni në nivel botror. Në fund kësaj fjale përshëndetse, e përgëzoj Këshillin Shkencor të Forumit me në krye akademik Malollarin për organizimin që mbahet sot, ndërsa forumit i dëshiroj punë mbar dhe uroj që prezantimet që do të bëhen kuadër të tij kontribuojnë drejt për drejt në përpilim të strategjisë kombëtare për energjitë e rinovueshme që është edhe objektivi kryesor i tij. Ju falenderoj. Faleminderit. Dhe tani kam nderin që të ftoj zonjën Vilma Bello, zëvendës ministre e Turizmit dhe Mjedisit. Faleminderit profesor. Të nderuar dhe shumë të respektuar akademik, profesor, të dashur student, më lejoni më së pari që të shpreh një falënderim të sinqert për ftesën, sepse sigurisht jo vetëm që është një forum me një vëmendje të posaçme për energjinë e rinovueshme, e cila padyshim fokusi dhe objektivi më i rëndësishëm është zhvillimi i qëndrueshëm i këtij vendi, të cilin e kemi sfidën më të fortë të gjithëve, por nga ana tjetër ka edhe një peshë tjetër më specifike, sepse duket si përfaqësuesi i qeverisë që jam sot këtu, dhe jo si nga ana juaj, se dhe unë jam profesor pedagog në profesion. Duket sikur e kam edhe më të madhe sfidën që si qëndron qeveria përballë gjitha jo thjesht vendimarrjeve, po kontributit shkencor të gjithë specialistëve të kësaj fushë. Dhe këtu do të thosha që edhe pse jam thjesht këtu një përfaqësues qeverie, u siguroj që na kemi nevojë dhe na duhet padyshim një bashkëpunim po shumë produktiv, pikërisht për të arritur ato që janë politikat tona. Është një konkluzion i padiskutueshëm që konfirmohet nga shkenca tashmë se vetëm përdorimi i qëndrueshëm i burimeve të rinovueshme mund të mbrojnë të ardhmen tonë, të mbyllin hendekun e aksesit në energji, të stabilizojnë çmimet dhe të arrihet siguria energjetike. Në këtë moment kyç të historisë njerëzore, fati planetit, e tha në fakt edhe profesorët në fillim, qëndron në duart tona, në duart e njerëzimit.
Ndryshimi i klimës nuk është një kërcënim i largët, por është një krizë urgjente që kërkon padyshim veprime të menjëhershme dhe të unifikuar në fakt nga të gjithë. Sot palët e konventit skuadër të Kombeve të Bashkuara, të mbledhura në COP28 në konferencën më të rëndësishme botërore të klimës, vendet po negociojnë dhe po marrin zotime nga më ambiciozet për të arritur premtimin e marrëveshjes Parisit 2016 për mbajtjen e rritjes temperaturës së globit me 2 gradë Celsius krahasuar me nivelet paraindustriale, duke synuar deri edhe në 1.5 gradë të rritjes së temperaturës. Ajo që të gjitha vendet konfirmojnë një zëri është se mënyra e vetme për të trajtuar sigurinë energjetike dhe për t'i dhënë zgjidhje krizës klimatike është se duhet të fillojë tranzicioni drejt energjisë rinovueshme tani. Mbi 100 vende janë zotuar në COP28, mes tyre edhe Shqipëria, për ta trefishuar energjinë e rinovueshme. Shqipëria është angazhuar të reduktojë emetimet globale të gazeve serë me 20.9% deri në vitin 2030. Vendi ynë synon të bëhet jo më i miri ndër të gjithë, po lider i rajonit, pse jo? Është sfidë padyshim, por gjithsesi ka politika dhe vendimarrje të qeverisë që besoj është, prandaj edhe zhvon ky objektiv, për të arritur në një eksportues neto të energjisë në rajon deri në vitin 2030. Shqipëria ka prodhimin e saj të energjisë bazuar në hidrocentrale, gjë që e bën atë një nga vendet më të rralla që nuk ka emetime të gazit karbon nga prodhimi i energjisë, por nga ana tjetër ka një rrezikshmëri jashtëzakonisht të lartë hidrologjik, sepse ne jemi të varur nga klima. Ne po bëjmë përpjekjet tona për të diversifikuar burimet e energjisë në vendin tonë, duke patur një strategji afatgjatë dhe një plan veprimi për rritjen e kapaciteteve gjeneruese të burimeve të rinovueshme të energjisë, duke instaluar kapacitete të reja të energjisë diellore dhe të erës. Mund të përmendim nismën pilot të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë për panelet diellore për familjet, ku skemën për 2000 përdorues tashmë janë instaluar deri më tani 1040 njësi. Qeveria këtë vit ka ndarë 8 milion euro subvencione për këtë qëllim, për të mbuluar deri në 20.000 përfitues. Gjatë vitit kaluar janë miratuar 7 projekte me kapacitet total prej 300 MW dhe vlerë totale prej 180 milion euro. Në këtë kuadër janë zhvilluar me sukses 2 ankande për parqet fotovoltaike të Karavastas dhe Spital me fuqi të instaluar 100 dhe 120 dhe 100 MW. Prodhimi pritet të nisë brenda këtij viti. Në korrik të 2023-shit është zhvilluar ankanti për ndërtimin e stacioneve eolike të erës të parë në Shqipëri, ku janë shpallur fitues 3 projekte me një fuqi të instaluar 222.6 MW në total. Stacionet e erës do të jenë funksionale prej vitit 2025. Një nga investimet më të mëdha në sektorin e energjisë, hidrocentrali Skavicës, pritet që të sigurojë furnizim shtesë me energji elektrike, si dhe të përmirësojë menaxhimin e kaskadës së Drinit apo dhe të reduktojë përmbytjet në rrjedhën e poshtme nga nivelet e larta të rreshjeve sezonale. Këto janë vetëm disa nga masat lehtësuese që ka ndërmarrë qeveria, por sigurisht që janë hapat e para. Përkushtimi si qeveri, absolutisht që po është domethënës, është sfidues. Ne jemi të angazhuar për të kaluar drejt ekonomive më të gjelbra, për të rritur elasticitetin dhe për të ruajtur burimet tona natyrore. Rrugtimi ynë drejt qëndrueshmërisë nuk mund të përshkohet i vetëm. Ajo kërkon veprime të përbashkëta dhe jemi këtu pikërisht në vendin ku shkenca, ku mund të themi një mesazh shumë të mirë, ku shkenca, teknologjia, sipërmarrja dhe qeveria të punojnë bashkarisht për këtë mision. E kjo padyshim kërkon jo vetëm ekspertizë, por edhe vendosmëri. Duke shfrytzuar fuqinë e natyrës, padyshim ne mund të krijojmë një të ardhme ku energjia është e bollshme, e përballueshme dhe mbi të gjitha është miqësore me mjedisin. Le të përpiqemi së bashku për të mbrojtur planetin ton, vendin ton më së pari dhe për të lënë një trashëgimi të qëndrueshme për brezat. Faleminderit. Faleminderit zonja Bello dhe tani ftoj kolegët Podvojca, Kodhelaj dhe Leskoviku që të marrin drejtimin e seancës.
Atëherë, nderuar pranishëm, kam kënaqësinë tash të fillojmë drejtimin e seancës parë të këtij forumi dhe me këtë rast kam kënaqësinë që të ftoj akademik Ilarian Malullari, i cili do të bëj prezantimin bioenergjia, energji e së ardhshme dhe roli i saj në sistem kompleks të energjisë së ripërtëritshme, burime, teknologji dhe perspektiva. Unë besoj që se profesor Neftoni ka përgatitur edhe një përmbajtje të shkurtër si vit, por gjithë njehni akademik Ilarian Malullarin, i cili është pedagog në departamentin e kimisë industriale prej vitit 1989. Gjithsesi, gjithashtu ai kryen edhe funksionin përgjithësit grupit mësimor të shkencave të inxhinierisë proceseve kimike dhe është antar i Akademisë Shkencave Shqipërisë prej vitit 2009. Është autori i më se 20 teksteve shkollore njerëzore, 8 monografi, si dhe ka bërë shumë raporte dhe po ashtu ka një numër të konsiderueshëm të artikujve shkencor dhe profesor Malullari është antar i rregull po ashtu i Akademisë Shqipërisë prej vitit 2020. Profesor, fjala është për ju. Faleminderit profesor Fetau. Kam nderin dhe kënaqësinë përsëri të marr fjalën tashmë me një prezantim të themi më teknik nga subjekti i energjive të ripërtëritshme. Ne kemi kohë që punojmë në të vërtetë, jo vetëm në departament, po edhe në grupime të caktuara të studiusve për gjetjen e rrugëve të mundshme për shfrytëzimin e burimeve të caktuara të energjisë të ripërtëritshme. Praktikisht në këtë prezantim ne kemi marrë përsipër që të prezantojmë pjesën e energjisë të ripërtëritshme që përftohet nga burimet e biomasës për bioenergjinë. Kemi edhe 2 publikime. Një publikim është bërë në Kosovë me profesor Sami Makollin, monografi për bioenergjinë, dhe një tjetër i botuar nga Akademia e Shkencave para 2 vitesh për burimet e rinovueshme, alternativa të burimeve të rinovueshme të energjisë në Shqipëri. Prezantimi do të mundohem që ta bëj sa më shkurt, në fakt, siç e kam zakon ndoshta për të keq, nuk ruaj do të kohën e caktuar për prezantim, por natyrisht do mundohem të shpejtoj, të shkurtoj pjesë të prezantimit, duke marrë parasysh pjesë të elementeve që kanë të bëjnë me brendësinë e subjektit dhe duke shprehur konsideratat përgjithshme për përftimin e energjisë të ripërtëritshme nga arsyeja e të pasurit një subjekt të rëndësishëm për një të ardhme të qëndrueshme të vendit, duke konsideruar energjinë e ripërtëritshme të tillë që përbën një strukturë të elementeve të domosdoshëm, jo vetëm jetik, por edhe përballimin e sfidave të krizave që kalon vendi për shkak të përmbushjes të detyrimit të kësaj. Aty janë përmendur një seri elementesh që kanë të bëjnë me trendet e energjisë të pastër që quhet ndryshe, energjia e hidrogenit, energjia e shmangjes të lëndëve djegëse fosile dhe sfidat që kanë të bëjnë me minimizimin e varësisë nga karburantet që vinë nga burimet fosile, naftë, gaz, qymyr apo fëngjell, siç e thon. Këtu kemi parapar rëndësinë e domosdoshme të futjes të teknikave dhe teknologjive të reja. Ne jemi dëshmitar sot të futjes të mjeteve vetlëvizëse, të makinave me elektrike, të makinave me hidrogen dhe natyrisht për bërë një trend geotermia, element të shfrytëzimit të energjisë të erës, energji e gjelbërt, që quhet ndryshe, dhe gjithë sfidat e tjera që kanë të bëjnë, siç shihet këtu me panelet diellore, me panelet e elementeve të shfrytëzimit të burimeve të tjera të rinovueshme dhe siç e shihni kompleksi madh industrial që ka filluar të pushtojë teritoret caktuar të vendeve të tjera dhe pse jo do të vi dhe në Shqipëri të bëhet masive, them që do të jetë një strukturë që do t'i përgjigjet pyetjes se sa do të jetë Shqipëria e aftë të përballojë këto sfida të mëdha, që vendet e tjera e kanë filluar me ritme të shpejta, edhe pse qeveria shqiptare, siç e përmendi nga zonja Bello, tendencat e përparimit të teknologjive që prodhojnë energji të ripërtëritshme nga burimet e vendit janë drejt shtimit, drejt afrimit, drejt numrit 30-34. Un kam një slide këtu të prezantimit të organizatave ndërkombëtare për Shqipërinë 2 vitet e fundit. Aty natyrisht është dhe Kosova dhe shtetet e tjera të rajonit që bëjnë që entuziazmi
për t'ju ofruar shifrave që janë trend i zhvillimit kohës në rajon, të mund të jenë të përafërta dhe me trendin e zhvillimit në Shqipëri. Ka të dhëna për zhvillimin e programuar të themi të shfrytëzimit të burimeve natyrore të vendit. Shumë nga shifrat që rekomandohen të themi, jo vetëm nga literatura e specializuar, po edhe nga raportet e specialistëve dhe të institucioneve të vendit. Për fat këtu kemi zotin Leskoviku që është eminence e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, me siguri që është pjesë e raportimit e kumtesës që do të mbahet këtu, dhe një pjesë e dënave natyrisht kanë të bëjnë edhe me punën e përditshme të tyre që do të sjellë me siguri një vlerë të shtuar bashkë me zotin Gamberi për shifrat që përballet Shqipëria, jo vetëm nga ana legjislative, po edhe nga ana teknike e teknologjike. Unë i shoh vazhdimisht raportet e tyre dhe vërtet jam entuziast që diçka po lëviz në drejtimin e dur edhe biles dhe me shpejtësi. Nuk është me vend tani që një pjesë e teknikave, teknologjive të përftimit të bioenergjisë të përfshihen tashti në përpunimin, tashti në shpjegimin e skemave teknologjike, të përftimit të kësaj teknologjie. Natyrisht është e sofistikuar sot, kanë filluar të kompleksohen jashtëzakonisht shumë. Ne në departamentin e kimisë industriale, grupi inxhinierisë kimike që drejtoj unë, inxhinierisë proceseve kimike, natyrisht sot bën modelimin dhe simulimin e këtyre proceseve dhe kemi në dorë sot shumë projekte të formuluara edhe nga studentë master, studentë doktoratave, natyrisht dhe kolegë të rinj, pedagogë janë të angazhuar në subjekte të strukturuara. Këtu është ai grafiku, histograma, që tregon se për Shqipërinë është 34.9% e shpenzimit të energjisë të rinovueshme, ndërkohë Kosova është 24.9 diku. E kemi referuar diku dhe në Prishtinë këtë gjë vitin e kaluar. Nuk kanë gjallur debat si shifër, por duket sikur është një trend që nuk e di qeveria e ka. Unë kam parë në samitin e pardjeshëm, Shqipëria përfaqësohet me zëvendës kryeministren e energjisë, zëvendës kryeministren e Shqipërisë dhe njëkohësisht edhe ministren e energjetikës, dhe ka shprehur shifra që i drejtohen 40% të arritur si trend i zhvillimit të energjisë të rinovueshme në Shqipëri, të përballimit të nevojave të domosdoshme për një zhvillim të qëndrueshëm. Aty kam vënë një skem të themi që fuqia për të ardhmen e qëndrueshme përbëhet nga sisteme energjetike të shkatëta, të zhdërvjellta, të mençura, që kërkojnë angazhimin e forcave jo vetëm intelektuale, po dhe pse jo dhe të themi të komunitetit shkencor në përgjithësi që operon në këtë fushë me studimet e veta. Duke i shmangur këtyre slajdeve, kërkoj ndjesë që një pjesë e tyre janë të palexueshme për shkak të përmasës të shkrimeve nga brenda. Sistemet alternative të energjisë dhe aplikime natyrisht kanë rëndësi shumë të madhe për prodhimin e bioenergjisë, dhe bioenergjia tashmë konsiderohet jo vetëm energjia biogazit të përftuar e metanit, por natyrisht dhe prej pjesëve të gjeneratave të reja, biodizelit, biokarburantet, që janë karburantet e lëngta që fitohen drejt për drejti nga shfrytëzimi i burimeve organike, qoftë nga djegja, qoftë edhe nga digestioni anaerobik apo i metodave të tjera. Unë do t'i zënë në gojë pak nga pak, natyrisht grupi i burimeve natyrore që ofron me bujari një territori caktuar si Shqipëria, që i ka gjitha aktivitetin agrobujqësor, aktivitetin industrial, aktivitetet tjera të rritjes të kafshëve të shtëpisë, dhe natyrisht gjithçka ka të bëjë me një strukturë të organizuar tashmë nga ana inxhinierike, me një teknologji që po vjen duke u perfeksionuar. Këtu është theksuar djegja, por në fakt kemi një strukturë të caktuar edhe për përpunimin paraprak me zbërthimin anaerobik, të themi, dhe prodhimin e biogazit nga mbetjet. Ne bashkë me një grup specialistësh të Kosovës kemi ndërmarrë një eksperimentim në një laborator që kemi të inxhinierisë kimike tashmë, unë do ta tregoj me foto së fundit, që mundësinë e prodhimit të energjisë nga mbetjet e patates është një kompani shumë e madhe në Kosovë. Mbetjet janë formuar mal atje, natyrisht eliminohet jo vetëm mbetja,
eliminohet ndotja në midis, por prodhohen edhe produkte të dobishme. Ky është një skemë stimulimit të projektimit të një impjanti për prodhimin e biogazit nga mbetjet organike. Ka dhe slajdet të tjera me radhë që mund të vinë për shkak të asaj gjëje që ne jemi në kompleks tash e kemi parë sistemin e strukturës dhe mendoj që entuziazmi duhet të jetë i plot për të përftuar një pamje të tillë që un kam dëshirë të shpesh në prezantimet e mia ta tregoj që tendenca e shoqërisë njerëzore kërkon të shmang një situatë të jashtëzakonshme të vështirë për të ngarkuar me një atmosferë të kontaminuar, jo vetëm me plurë dhe me përmbajtje të komponentëve kimik të dëmshëm për sistemin e frymëmarrjes, po edhe për jetën e njeriut, dhe njeriu që kërkon të tërheqë një skemë të pastër duke shfrytzuar dhe pjesë e mbeturinave për t'i kthyer ato në energji dhe në dobi të prosperitetit të kombit vet. Kështu që studime ka, përpjekje ka, janë foto nga puna në strukturat e kësaj. E frikshme është situata e treguar nga ky slajd, 25% vetëm e burimeve natyrore që merren nga toka, nga aktiviteti njerëzor në përgjithësi, vetëm 25% shkojnë në të mira materiale, pjesa tjetër i kthehet përsëri në tokë në formën e mbeturinave që kontaminojnë atmosferën, rëndojnë situatën, shkon dëm një pjesë e burimeve natyrore dhe pjesa tjetër që kërkon angazhimin e forcave njerëzore për gjetjen e burimeve të caktuara. Natyrisht shikoni në mënyrë figurative këtu është treguar që ka edhe sakrifikime të jetës të pastër të shoqërisë njerëzore. Natyrisht teknologjitë e reja sot kërkojnë angazhime në futjen e burimeve të reja të energjisë dhe sot ka përpunime, teknika, teknologji. Një propozim që kemi për përftimin e energjisë të rinovueshme duke përdorur djegjet në temperatura të larta, nuk i ve atë emrin e incineratorëve, se ka një veçanti të caktuar kjo, pa dashur të hap debat. Është një pjesë e strukturës të mirë menduar, të mirë studiuar që të transformimit të burimeve natyrore organike, të mbetjeve organike përgjithsisht, kthimit e tyre në energji apo në komponente që mbartin energji, siç është biogazi ose komponimet e gazit të lëngta, biodizeli apo biokarburantet në formë të ndryshme. Ndjes po kaloj pak shpejt, janë situata të caktuara teknologjike, skema, organizime inxhinierike, piroliza e mbetjeve të gomave të përdorura apo elementeve të tjerë. Ne kemi eksperimentuar me prodhimin e energjisë të përftuar nga piroliza e mbetjeve organike me përdorimin në fabrikat e çimentos në Pushkruj. Kemi patur sukses, rreth 18% kemi arritur të kursejmë pjesë të burimeve fosile të energjisë që përdorin me shumicë fabrikat e çimentos, por natyrisht temperaturat e larta që sugjerohen bëjnë që të jetë e mirë menduar skema, inxhinieringu dhe mënyra e përftimit. Gjenerata e dytë dhe e tretë këtyre karburanteve të lëngta apo siç thuhen karburanteve të pastra ka një mënyrë të caktuar të organizimit të mendimit inxhinierik, teknologjik, përftimit të energjisë nga studimi i organizimit të strukturës të lëndëve të natyrore që përbëjnë një strukturë që është mbeturinë e aktivitetit njerëzor dhe aktivitetit industrial. Ne tashmë i kemi të disiplinuara nëpër tabela mjediset, organizimet, sasitë e caktuara të lëndëve që janë subjekt për të organizuar një përvijim teknologjik që në mënyrë tendencioze të përftohet një gaz energjetik apo një mbartës i energjisë që sjell dobi për shoqërinë njerëzore. Pra është thjesht një hierarki që ka një radhë të caktuar përmes të cilës arrihet në piramidën e saj kërkohet që jo vetëm të organizohet eliminimi i ndotjes, por të përftohen dhe elemente energjetik nga shfrytëzimi i mbetjeve dhe të jetë një kontribut i rëndësishëm në rrugën e integrimit të energjisë në përgjithësi që shkon drejt konsumit të shoqërisë, që ajo të rritet në një masë të caktuar. Këtu janë një pjesë e madhe e gazifikimit dhe piroliza, që janë komponimet, që janë teknologjitë e trajtimit të shkatrimit të lëndëve që e kthejnë lëndën e ngurtë të mbeturinë në gaze që mbartin energji dhe natyrisht ato kanë veçoritë e tyre. Nuk është vendi këtu tash për të treguar se në detaje shpjegimin e skemave teknologjike, por mendoj se është mjaft për të thënë që
informacioni tashmë është i madh në studimet që kemi bashkë me masterat, me doktorantët në universitet dhe me grupin studimor që kemi të njësisë të energjive të rinovueshme. Kemi arritur në një strukturë që tashmë deri në nivelin e ekzekutimit primar, po marrim pjesë edhe në implementimin e teknologjive, teknikave që kemi përmendur, derisa vjen ky slajd i fundit i konkluzioneve që natyrisht nuk kam ndërmend që ta lexoj sepse është slajdi që tregon përfundimet e arritura nga shtjellimi i të gjithë kontributeve të përmendura, qoftë nga ana numerike, qoftë nga ana e emetimeve të gazeve serë, qoftë nga ana e përfundimit që mund të nxirret për jo vetëm për implementimin e teknologjive të reja për përftimin e energjisë të rinovueshme që do përballë nevojat e shoqërisë, por mbi të gjitha për hapjen e vendeve të reja të punës dhe për të bërë një shoqëri që varësinë nga karburantet fosile ta zvogloj sa më shumë që të jetë e mundur. Këtu janë dy librat që përmenda në fillim të prezantimit. Është një monografi e bërë para 3 vitesh e prezantuar promovuar në Kosovë dhe monografia tjetër e botuar nga Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Profesor Angelini është shumë i njohur me të. Dhe natyrisht një pjesë e grupimit të njerëzve që kanë kontribuar për këtë monografi, kam nderin që të jenë këtu prezent dhe shpresoj që të jenë dhënë hapat e para të paktën nga ana teknike dhe inxhinierike që përbëjnë një strukturë të informacionit për të. Sapo është ndërtuar një laborator i inxhinierisë të proceseve kimike në Fakultetin e Shkencave të Natyrës, ku ne një pjesë të tyre si impjanti pirolizës apo impjante të tjera të prodhimit të biogazit, impjanti pirolizës të mbetjeve plastike, të mbetjeve të tjera organike, përbëjnë strukturën e studimit kompleks që jo vetëm studentët, po mbi të gjitha masterat dhe doktorantët tani kemi dhe bashkëpunime edhe në nivel rajonal, kështu që kemi filluar të vëmë në punë një pjesë të sistemit SCADA që operon ky organizim. Është domosdoshmëri të themi, ne kemi formuluar edhe një material të përmbledhur për gjithë aktivitetin e drejtimeve të caktuara të energjive të ripërtëritshme. Ashtu si slajdin e parë dhe këtë nuk kam ndërmend ta lexoj, por them që në përgjithësi struktura është optimiste, ka filluar një lëvizje e madhe dhe në pararojë të kësaj lëvizje janë inxhinierët, teknikët, akademikët, specialistët, intelektualët që kanë marrë përsipër që iniciativat e qeverisë për të rritur kontributet e energjisë të ripërtëritshme në skemën e përgjithshme të energjive që duhet të shpenzohen për nevojat e shoqërisë, të mund të përballojnë sfidat e parashikuara. Ju faleminderit. Faleminderit shumë akademik Malullari.